Unë shoh vi sot para plenumit, vi para plenumit për të dhënë llogari për gabimet dhe fajin e rënda që kam bërë në detyrën ku isha si ministri i mbrojtjes. Qysh nga analiza e byrosë politike edhe në aktivin e Durrësit, u bë me kuadro kryesore të Shqipërisë. Edhe tani, në mbledhjen e plenumit, ka rreth çështjes time janë formuluar 3 materiale, të cilët kërrin dritë mbi kabinet edhe të fajet e mia. Unë gjatë këtyre ditëve, që nga byroja politike, ashtu edhe në mbledhjen e aktivit të kuadrove, kam qenë në një luftë të brendshme për jetë apo për vdekje, me botën time, me konceptet e mia, me gjithë atë ka ngjarë të poshtë. Në të gjithë këto materiale, të 3 materiale, kur analizohet çështja ime, arrihen në disa konkluzione dhe konsideracione që puna ime ka karakter armiqësor. Puna ime ka karakter kundërvendjes të vijë taktik për çështje ushtarake. Edhe më tej në materiale thohet se puna ime fillonte në prek e vijë ekonomike dhe politike të partijës. Gjitha këto arrihet nëpërmjet gjithë asaj pune të gabuar, të dëmshme, që kam bërë lidhur me çështjen e tezave të Shqipërisë së Mbrojtjes. Me vijë. Unë desha, dhe i lutem plenumit, më dëgjoj se ku ka qenë qëllimi im në bërjen e këtyre materiale. Vole, po, rregulloni që të tajnë. Hapen një të volumin. Unë lidhur me materialet ushtarake, shqyrta të zbatimit të tezave të Këshillit të Mbrojtjes, jam përqendruar vetëm në një çështje. Çështjet e mbrojtjes pozicionale, aktive në fusha. Kjo ka qenë ideja e shkellimit të këtyre materialeve, siç thohet në analizë, në materialin e parë, i cili është një material i dobët, i keq, që ka disa konsideracione, qofshin taktike, operative, ashtu edhe organizative, gabuara, ashtu edhe në materialin e dytë, cili është materiali, po thuaj i parë, i përpunuar në bazë materialit parë, me ato forma dhe metoda që përshkruhet material. Pastaj është materiali 3, i cili ka 3 çështje. Përveç mbrojtjes, ka mësimjen, ka edhe operacionin e kalimit. Për dy këto probleme, unë nuk kam dhënë asnjë porosi dhe nuk kam pasur asnjë ndihmë. Për dy këto probleme. Nësa për çështjen e mbrojtjes, po. Cili ka qenë mendimi im dhe ideja ime. E gabuar. Ideja ime ka qenë që ndrejtimet kryesore të fushave, brezat e para të mbrojtjes të zihen nga forca armiqësore. Para sy që ato disponojnë fuqi të madhe zjarrit,
zhvillimin e brezit të parë ose të brezit figurimit në brez të parë. Këtë unë jam nisur nga analiza, ose e gabuar, se mbrojtja jonë pozicionale me objektet në veshme dhe me objektet fortifikuara beton arme, është e astë dhe me këto forca mund kryen shumë mirë detyrën e pritjes të sulmit parë dhe të trajnimit e bllokimit të armimit. Kjo është ideja. Materiali i tretë ka dalë jashtë këto pushime. Atje bëhen aluzione në faqet e para për revizionimin e parimeve të artit tonë. Në fund të kohës, atje e kupto siqen dhe zëvendësohen kontër sulmet dhe kontër goditjes si masa të aktivitetit të mbrojtjes me sulme dhe goditje të cilat i japin mënyrën mbrojtjes të lidhshme dhe mobile. Unë tashi nuk mund të them asgjë, unë maj përgjegjësinë kryesore të çështjes, për aty se unë jam i hatruar. Unë kam punuar dhe në ndrejtimin tim. Por materiali i tretë është një material që ka dalë jashtë binarëve. Edhe ky material me shumë teza të tij patjetër, jo tani, po jo them sinqerisht më parë, unë nuk kam qenë dakord dhe nuk do të dikte kështu, po do të dikte përshë. Se kam bërë? Na jam nisur unë të bëj. Për të hedhur një bombë? Jo, unë nuk jam nisur për të hedhur një bombë, po për të punuar një temë e cila ishte ngolitur në tokë. Ishte ngolitur në tokë. Para plenumit të komitetit. Edhe këtë nuk e bëra mirë. E bëra me ato temë, me ato gjë e këtë nuk e mund të bëj. Akoma sa i keni reguluar këto sa do bëni juve? Ishte një pare atë dhe bëni një tjetër. E në vajtë, ka që kuptun kur janë në rejtën të në digjore. Unë nuk kam pasur kur në ndimin tim që forcat vullnetare me gjithë në materialin e parë, ato janë si skele metal të hedhura ashtu si thohet normalisht. Nuk kam pasur kur me ndimin që këto forca të zavendësonin forcat e ushtrimit. Por brezin e parë të zeshin forca aktive dhe nga më aktive të ushtrimit popullor. Si tërë materiali, unë e pranoj, në mënyrën se si është atuar. Qas janë të mijat është e tepër të themë du, që tepër unë maj përjetësin kryesor, dhe nuk duar dhe ashtu të shkallmaj, se ka gjera që nuk janë formulime, e disa norma, kundër sulme, kundër goditje e tjera, në basë si këj material, ura, në autorizimin tim, shoku Raman Perlat, të është, kërkoje, autorizim, e dhash autorizimin, që të shikohet nga drejtorët, vetëm nga drejtorët, dhe 7 komandant korpus, për të bërë vrejtje, dhe vrejtjet e mija dhe i bëjshën fund. Në fund, masë të këshim bërë gjithë shokët, ishim në shumë, do t'i bëjshë në fund. Dhe në qoftë se ky material do të qëndronte, atëherë unë këtë material do t'ja qonja këshimit të mërëjtë. Qoftë ai do të qëndronte. Qoftë ai do të... Do të mete forë. Ky ka qenë qëllimi. Nga këto premisë jam nisë.
Unë nuk jam nisur me gjithë përpjekjet që bëj, ndoshta unë jam në gjendje të murë shumë rëndë,